Komuna e Kërçovës ishte sot një koqire e aktivitetit konsultativ me temën avansimi dhe forcimi i bashkëpunimit ndërkomunal në vetëqeverisjen lokale, prezantimi projekt ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjit për bashkëpunim ndërkomunal, i organizuar nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale me mbështetjen e Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Të pranishmit i përshëndeti kryetari i Komunës së Kërçovës Aleksandar Jovanovski, i cili theksoi se bashkëpunimi ndërkomunal është një nga parakushtet kryesore për ndërtimin e komunave më të forta, më efikase dhe më të zhvilluara. Prvo да ви се заблагодарам на сите за присуството, на заменик министерот, на градоначалниците, на сите вас што одвоивте време денес да оствариме оваа работна средба и посакувам успешна работа и се надевам дека овие вакви средби ќе бидат почести и ќе вродат со плод и со резултат кој ќе биде за општото добро на сите општини. Ви благодарам уште. Aktivitetin e hapi zyrtarisë zëvendës ministri i Vetëqeverisjes Lokale Erçan Selimi, i cili foli për rëndësinë e përmirësimit të kornizës ligjore dhe thellimit të bashkëpunimit ndërmjet komunave si pjesë e procesit të decentralizimit. Особено ми е драго што денес ја одржуваме втората консултативна работилница посветена на предложените измени и дополнување на Законот за меѓуопштинска соработка. Првата работилница која ја одржавме минатата недела во Кавадарци потврди дека ваквиот пристап е вистинскиот пат. Особено ме израдува фактот што се разви отворена, конструктивна и плодна дискусија, од која произлегува значајни заклучоци и конкретни предлози што веќе ги земавме предвид во натамошното обликување на решенијата. Токму затоа и денешната средба ја гледам како можност за уште еден искрен диалог, затоа што само преку директно вклучување на општините можеме да креираме законски решенија, што ќе бидат практични, применливи и ќе одговарат на реалните потреби на локалната самоуправа. Gjatë ngjarjes, sekretarja shtetërore në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale, Juliana Pavlovska-Boeska, dhe udhëheqësja e sektorit për vetëqeverisje lokale, Suzana Najkova, prezantuan aktivitetet e Ministrisë për avansimin e bashkëpunimit ndërkomunal dhe zbatimin e rekomandimeve në kuadër të reformave të administratës publike. Projekt ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për bashkëpunimin ndërkomunal u prezantua nga ekspertët e UNDP-s, profesor doktor Aleksandar Spasenovski dhe profesor doktor Mehmet Mehmeti, të cilët shpalosën zgjidhjet e propozuara ligjore dhe rëndësinë e tyre për funksionimin më efikas të komunave. Në përfundim të aktivitetit u zhvillua një diskutim ku përfaqësues të komunave, institucioneve dhe pjesëmarrës të tjerë paraqitën propozimet, mendimet dhe sugjerimet e tyre lidhur me projekt ndryshimet e ligjit.